Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma dhe përshëndetje drejt nga Studio Sport, këtu në RTS Shkodra. Nisim një herë këtë emision ku do flasim gjithësisht për shumë sporte, por sigurisht e futbolli merret të pjesën më të madhe, as më tepër kur vllaznia e kategorisë superiore vjen pas një fitore paksa, do të themi, të vuajtur, por shumë të merituar dhe tepër të rëndësishme ndaj të Utës së Durrësit, 3 pikë që e mbajnë vllaznin përsëri në krye të renditjes së superiorese. Por krahas vllaznisë do flasim edhe për futsallen, e cila ka një ndeshje shumë të rëndësishme në transferte me ekipin e flamurtarit dhe pas 2 javësh kur barazoi edhe në transferte javën e kaluar me Tiranën 5-5, kryeson kampionatin me 7 pikë. Ndërkohë do flasim edhe për ciklizmin e zhvilluar në Shkodër Kupa Agim Tafili në nderim të kësaj figure me të vërtetë të madhe të këtij sporti dyrutakësh që quhet në gjuhën sportive. Flasim edhe për atletikën, kur vllaznia është shpallur kampione e Shqipërisë U16, por natyrisht do ndalemi edhe tek kategoria 2 e futbollit shqiptar, grupi verior, aty ku vazhdimisht ne kemi komentuar në këtë studio gjithësisht episode, sepse luajnë 4 skuadra të qarkut verior dhe ka qenë java parafundit kur në Lezhë ka pasur festë. Në derbin verior, Beslidhja Shiroka fitoi ekipi lezhjan me rezultatin 3-0 dhe i gjithë stadiumi u përfshi në festë, sepse Beslidhja pas disa vitesh mungesë rikthehet në kategorinë e parë. Ndërkohë që do të flasim edhe për basketbollin, që sapo ka përfunduar përpara pak minutash, ishim direkt në Pallatin e Sporteve Qasem Dervishi, ndeshja e parë e fazës e play-off, vllaznia e Teuta. Qytetërisht një ndeshje rivalesh, por vllaznia e shpartallon Teutën mbi 50 pikë diferencë, mund të hedh hapin e parë drejt kualifikimit në gjysmën finale. Të gjitha këto do t'i trajtojmë me një panel të përzgjedhur, ku kam nderin që në këtë treshe që kam përzgjedhur sonte, 2 prej tyre janë për herë të parë në studion tonë dhe e nisim me Alket Krujen, ish futbollistin e vllaznisë dhe sot zëvendëstraner i ekipit lezhjan Beslidhja. Mirë se erdhe, Alket. Mirë se gjeta. Një qytet që keni kontribuar për vllazninë në Shkodër, me uniformën kuqe blu, por tashmë keni një mision fisnik si trajner për krah kolegu tuaj Elvis Flori, që mbyllet, akoma se kemi mbyllur, por e kurorëzuat hapin e parë, e rikthyet Beslidhjen në kategorinë e parë. Urime. Faleminderit. Ndërkohë, i ftuari dytë se vjen për herë të parë në studio është Marian Marku. Vjen si përfaqësues i vllaznia Diaspor, një grupim i tifozëve jashtë Shqipërisë që me të vërtetë ka bërë një honë të madhe në publikun, në opinionin sportiv, për shumë mbështetje dhe episode gjatë gjithë sezonit për gjitha sportet, për disa vitesh, por nisma më e fundit e filluar 2 ditë më herët është ajo që ky grupim vllaznia Diaspor ka marrë përsipër të mbështesë vllaznin nga ana financiare dhe ka hapur një thirrje në ndihmë të vllaznisë kampione. Marian Marku, mirë se erdhe. Graci, faleminderit për ftesën, kënaqësi me marrë pjesë në emisionin tënd. Ju jetoni jashtë në Itali, me sa diun, dhe grupi themelues i vllaznia Diaspor është me Senofishten. Senofishten tashmë të njohur në Big Brother, por edhe me Skedi Bejzaden, me Art Kacën, me Kristian Baqin, është një grupi që ka themeluar qysh në fillim. Tashmë janë 5 vite që bëjmë këtë lloj nismash. Kjo është e radhës dhe nuk do të na shpresoj edhe për vllaznia kampione vazhdoni. Është e vërtetë, jeni vërtet shumë të njohur, sidomos kur mbështetet ekipin e voleybollit të femrave, kur në atë kohë kur trajnerja Nora Deta dhe alarmin që po shkrinje ekipi vllaznisë për mungesë fondesh, po largohen sportistët dhe ju reaguat dhe grumbulluat një sasi të konsiderueshme duke e ringjallur voleybollin në Shkodër. Kur përmendet emri i vllaznisë edhe kur bëhet thirrje me ndihmë vllaznin, nuk ka shumë e vështirë sepse ka tifozë shkodranë, jo vetëm shkodranë për botë, por edhe në Shkodër, që gjithmonë janë gati me dhënat sado pak kontributin e tyre që mund shërbejnë për një. Do të flasim edhe me gjithësisht më pas, por saktësisht 2 ditë që është hapur ky nisim. Shuma e parë ka qenë ju drejtuesve, administratorëve, me shumën 2.000 euro. Është prej grupit ton nga ana jonë, me fjalë si fillestare, por sot është më shumë se 2 fishi që është grumbulluar në 2 ditëve. Bukur. Besohet, shpresohet?
që do të rritet? Shofim, shpresojmë për një Vllaznia kampion, që kjo është baza. Kjo shumë do dorëzohet nëse Vllaznia shpallet kampion. Është premio për ekipin kampion, që se Vllaznia dhe kampion janë ajo premio nga ana tifozëve. Premio. 2000 lekë, 3000 lekë, sado që t'jenë. Bukur, shpresojmë. Pra, kjo është treshja në panel, por së bashku me ne do t'jetë në studio edhe një mik i yni që do të flasë, do t'jetë në lidhje të drejt për drejt nga Italia, është një gazetar sportiv që e ka nisur karrierën në Shkodër dhe një super tifoz i Vllaznisë, Telat Puka quhet. Mirëmbrëma Telat. E para punës e vesha fanelen e shenjtë të Vllaznisë në programin tuaj të mrekullueshëm. Një kënaqësi e hatashme për mua. Ju falenderoj nga zemra. Edhe ju o Gac Marku, mik i shenjtë. I lutem të gjithë paksa zërin, fonin me lartë në studio, ta dëgjojmë me saksisht. Telat Puka është një emër shumë i njohur, një familje me të vërtetë tipike shkodrane, por edhe një gazetar sportiv hapat e parë ka hedhur pikisht me shoqatën e gazetarëve në Shkodër dhe pastaj u largua jashtë Shqipërisë, tashmë edhe në Itali, vazhdon bashkëpunimin, por shuhet ashtu si Vllaznia Diaspor që bën analiza, kritika, komente të tjera, angazhime, edhe Telat Puka është i përhershëm, i pranishëm, thuajse çdo ditë në profilin e tij në rrjetin social, Facebook dhe me gjërë, me komentet e Vllaznisë, por jo vetëm futbollit, të gjitha sporteve, falë dhe asaj që është edhe një familje sportive, sepse këtu bëhet fjalë edhe për Halil Pukin e famshëm, ish futbollistin kampion të Vllaznisë, që është nipi i Halil Pukës, pikërisht Telati. Telat, shkurtimisht do flasim më gjysmë, po i lidhje e parë, me emocione për prisni këtë sprint final të Vllaznisë. Në gjata marshët keqen, unë du me folë e para punës, Gac me më falë, se në kohët e fundit, ashtu u ba një tip sebepit që nuk e di për kundër gegnishtës. Unë flas vetëm shkodranisht edhe me më falë. Ka gjuhën letrare, e du fort, por nuk e kam folë, e s'kam për ta folë kur. Tash e du me të thanë këtë. Sa për komunikimi, ne na kërkohet të jemi studio e televizionit shqiptare, studio kombëtare, dhe ruajmë paksa raportet, përpiqemi të ruajmë raportet në komunikimin zyrtar edhe me shikuesit. Ju keni drejtën tuaj, ashtu si edhe të ftuarit. Jam shumë dakord, po me që re të ky muhabet, jam të e thonë tamam shkodranisht. Do më thanë, të ju lutë dhe të malit zot, inshallah ka me kënë sahati i ajrit, se u thame si Saragat tash 25 vjetë. Do zoti, para Vllazni e përsëris edhe herë, sahati i ajrit. Sahati i hajrit. Vllaznia kampion këtë djetë. Kaq. Shpresojmë. Kaq. Nuk di. Për ju që jeni atje jashtë Shqipërisë, për Vllaznin Diaspor, për të gjithë tifozërinë shkodrane, në Shkodër, Shqipëri dhe kudo jashtë saj. Do të rrimi... Po. Gaci, po amylli këtu për, kanë 25 vjetë janë shumë. Janë shumë. Vllaznia, atë yllin e shenjtë, në këtë fanelen e shenjtë, duhet a vejnë si mjetë. Edhe unë shpresoj, tanë shkodrantë, po jo vetëm shkodrantë, edhe tanë miqtë tonë, ku çdo të sep Shqipnis, e dojnë si mjetë Vllaznin kampione. E përsëris edhe herë, sahati i hajrit. Mirë, me që se jemi në lidhën e parë, po e përfundoj me ju, pastaj vazhdoj me panelin. Sa i mungon Shkodra Telat, sa i mungon Vllaznia, stadiumi Loro Buriqi, atmosfera sportive në këtë qytet? Gaci, taj stadium kam linë e jam rritë. Shpinë e vjetër e kena pas në Zdrale njët me stadiumin. Aty jam rritë taj stadium. Kam bale detyrat e shkollës, edhe detyrat, shkoshe me ba detyrat, tu pas tërvitjen e Vllaznisë, tu pa Zanin, tu pa Dinin, tu pa numrat e Vllaznisë, asaj Vllaznisë madhështore të viteve 70, unë jam rrit me ata. Prandaj unë shpresoj, Vllaznia viteve 70, Vllaznia viteve 80 të përsëritet. Telat, ta bëjmë edhe me diskutim. Natyrshëm se nxitës për këtë dashamirësi tuaj tek futbolli ka qenë edhe Halil Puka, i tham ju një nipi i tij.
Halil Puka i famshëm kampioni i atij Brezi. Djali Aq. Djali Aq. Djali Aq. Për korrektes. Krenaria e familjes, krenaria e fisit Puka. Por du me të thanë një diçka mërë të la marrë shatkejtë ngacë, pse Halili më kujton të pavdekshin Sababizi, shok të ngusht me njeni tjetrin. I kena pas shtëpiat ballë për ballë. Halili arrit të shtëpia Sabajt e Sabaji arrit të shtëpia jonë. Kjo është vllaznia e Zdrales, vllaznia e Zdrales afër stadiumit. Edhe unë kam kënë, edhe do t'jem gjithmonë mirë njohës, edhe për faleminderes që kam arrit një pa ata të lujt me vllazninë e famshme të viteve 17. Një diçka madhështore. Kaq, vazhdoj ma vonë. Për momentin po nalem këtu. Ja, po e përfundojmë dhe e mbyllim me ju këtë lidhje të parë dhe pastaj kalojmë tek paneli. Tha që keni ndjekur çaj i vogël vllaznin. Cilë ndeshje mbani me tepër mend? Ju ka mbetur në kujtesë ndonjë fitore e vllaznisë kombëtare apo ndërkombëtare? Jo, vllaznisë ditëve 70 jeni të fol? Po, vllaznin që e keni ndjekur ju. Gaci, unë një nga neshjet kam kënë 6 vjeç në stadium. Vllaznia me Besën, finalja Kupë Republikës, me 5 penaltit e Zan Ragamit, është një kujtim, dhe më thonë, atë neshje, jo unë, por çdo shkodran, s'ka për të harru kur, fitoria e Kupës Republikës me Besën e Kavajës. Por, viti 72, kur vllaznia fitoi kupë dhe kampionat. 72, kupë dhe kampionat, që shpresojmë për sritet edhe këtë jetë. Shpresojmë mendimin e të Madhit Zot, se kështu na ka me të shi. Por, një nga neshjet, që nuk do të harroj kur të viteve 80 të jam të fol, është neshja që kam kënë prezent në Vlonë. Fitoria Kupës Republikës, me golin e Ferit Ragamit ujkut të mrekullueshëm, kur Laberia na përmysi rezultatin Shkodër, Laberia, jo në sensin e keq fjalës, po na përmysi rezultatin e 3-0 në Shkodër, dhe u çmend Vlona e gjithë Laberia, po krosi Hyzbianit dhe golit mallit Ferit Ragami 3-1. Telat Puka dit një nga në Vlonë prezent lot nga gëzimi. Ka që du me thanë, këto janë 2 neshje, flasim ma avonë për gjana tjera. Telat, çfarë vlerëson të kjo vllazni e këtij sezoni dhe konkretisht tek trajneri Edi Martini? Edi Martini është një djalë safi, troç e sade shkodran. Na ka nderu kur e veshte këtë fanel dhe këtë vjetë e përsëris gjithmonë mendimin e Zotit, e nxjerr vllaznin kampion. Por Edi është një shkodran që ashtu e çu për i mend nalt emrin e vllaznisë. Edhe kena 2 skuadra, jo një këtë vjetë. Jo një, janë 2 skuadra. Pse një formacion ma komplet vitet e fundit, vllaznia nuk ka pas kur. Unë shpresoj, por edhe jam bajagi, edhe tepër fiduços, tepër i bindun që këtë vjetë do jetë viti i vllaznisë. Edhe do e vëmë yllin e shenjtë në fanel. Shpresoj. Optimizëm i Telat Pukës dhe për të mbyllur në një farë mënyrë kam konstatuar këta kohë të fundit se familja Puka po jeton në mënyrë dinjitoze në Itali, kur kemi parasysh edhe vajzën tuaj që është laureuar me diploma me të vërtetë shumë cilësore që ju ka bërë krenar ju, por edhe Shkodrën nga ka dalë, apo jo? Ja, gaci, është edhe djali edhe vajza. Si shumë fëmijë shqiptarë që janë të na ndërruan këtë botë, qoftë djali, qoftë vajza. Djali në inxhinieri, vajza në letërsi, gjuhë, poezi, art,
Ellaja të na meru. Si shumë fëmijë shqiptar. Krenari për ne, por janë shumë. Këto janë dhe të shumëtit fëmijë shkodran. Edhe gjaja që të thomë Morgac, edhe këtë të thomë me krenari, është që e flasin dialektin shkodran, edhe kërkush nuk i beson që kanë linë në Itali. Kur vinë në Shkodër, kërkush nuk i beson që këto fëmijë kanë linë në Itali, se e flasin shkodranishten ma mirë se unë. Kaq. Respekt për familjen Puka, respekt dhe për figurën e madhe sportive, futbollistike të Halil Pukës. Faleminderit për këtë lidhje, kolegu dhe miku im i afërt Telat Puka. Na zbukuruat studion edhe me këtë uniform të vllaznisë e mbajtët veshur nga Italia, nga shtëpia ju në Itali. Faleminderit. Natën e mirë. E falenderojmë kolegët e mi të pultit të transmetimit, përgjegjësin e transmetimit Nino Jakova dhe kolegun e tij Florian Gerdani për këtë lidhje nga Italia. Pra, Alket, vllaznia është përtej Shkodrës, është përtej Shqipërisë, atmosfera është kudo. Dhe kjo lidhje me Telat Pukën e tregon qartë një gjë të tillë. E tregon se edhe si e tha Telati, vllaznia ka 25 vjet. Unë kam thënë edhe herë tjera që vllaznia është kombëtarja e veriut. Do vërtu komplet pjesa e veriut krenohet me vllaznin. Unë edhe pse jam legjion, edhe pse jam trajner te Besilja, unë mbrapa Besiljes kam vllaznin. Dhe vllaznia është një emër i madh, e përmendin shumë emra që nuk du me përmend emra se kam prit se le në emër pa përmend, por vllaznia është djepi i futbollit shqiptar. Ka zgjatur shumë yje, që janë të shumë. Unë do të përmend vetëm një pastra me vetëm Zarragomin që kam pas fatin, kam pas trajner të vllaznia, edhe vllaznia na bën krenar të tonëve zonën e veriut. Dhe inshallah, si e tha Telati, mas 25 vjeç vjen kupa në Shkodër edhe të gëzohet ky qytet që jeton me futbollin. Aris, gjithnjë për atmosferën jashtë Shqipërisë dhe për ato emocione që na i përcjellin në studio Telat Puka. Si Telati edhe shumë tjerë janë tifozë që vllazninë e kanë në zemër edhe vazhdimisht e njekun në çdo situatë. Për vitet tona si Telati edhe shumë tjerë edhe ne që jemi këtu presim që vllaznia tashmë të shkojë drejt asaj që ne shpresojmë shumë këtë vit, siç kena shpresuar çdo vit, po këtë vit si duket jena më afër se asnjëherë tjetër të marr parasysh edhe përveç qeverisë të mirë, po të marr parasysh edhe përballit direkte që vllaznia ka bë me kundërshtarët që kena aktualisht në zonën e Final Fourit. Në çdo përballit direkte me ta kena tregu cilësi, kena tregu që jena të aftë që të përballen në një ndeshje direkte ku do të qoftë ajo, edhe si do të qoftë, për me dashur me fitu dhe me shku drejt asaj që ne shpresojmë të 25 vite drejt titullit kampion, që të gëzojnë ata tifozët që janë jashtë, gëzojmë mëna që jena këtu, se edhe ne këtu e meritojmë po diskutim, jo vetëm ata që janë jashtë, po ato e përjetojnë një fije më shumë sepse nuk e kanë mundësinë për me kanë afër vllaznisë, me njek, me përcjell, siç kanë bërë për shumë vite tona, siç thotë Telati, unë kam dëgjuar dhe shumë histori tjera të babës të mirë dhe shumë tjerë tifozë të vllaznisë që kur ishte dita e stërvitjes e ndeshjes kontrollit, atëherë dita e hejtë që bëhet vllaznia në Vedi, me dy porta si thoshin, edhe ishin 3.000 tifozë për me po atë ndeshje, edhe domethënë të kesh një njekje të tillë në një instancë stërvitore, 3.000 tifozë marrë me të po një stërvitje, pra vllaznia tregon që gjithmonë ky popull, ky qytet e ka dashur futbollin edhe vazhdon ta dojë dhe shpresoj që kështu të jetë edhe me brezat e arshëm. Marian, një pjesë apo një copës të atmosferës jashtë Shqipërisë na solli edhe Telati, por me grupi diaspor, si po ndjej këto kohët e fundit, i kam vënë re një solidaritet, një mbështetje, një entuziazëm, edhe ka pasur momente kur vllaznia ka pasur lohatje, keni qenë edhe kritike si grupim, por prej disa javësh apo muesh, duke parë edhe ecurinë e vllaznisë, tashmë shikojmë një grupim tifozësh, një faqe sportive totalisht në shërbim të vllaznisë. Tërgat që kush ta don të mirën, të kritikon kur je për më kritikuar, jo nuk vjen me të rrash padat për me ta bërë shefin kot. Ne gjithmonë në këto 5 vite kena kritikuar vetëm kur ka kanë diçka gabim, kur ka kanë diçka
që ado është më rëgohu gjithmonë të shërby për të mirën e ekipit, jo si eksperta futbollit, por si tifozat që kanë një hapësinje drejtore të vogël për më shpreh, për më fol, sidomos kur je jashtë. Unë e kuptoj zotni Telatin, atë njësinë që po shpjegohet që do të thonë me një ekip ose me bati vozek për vllaznin kur je jashtë shtetit. Është krejt ndrysh kur je këtu kur mund shumë stadium kur është me prek me dorë tuaj, si mund të thojmë kështu. Pra kur je jashtë i pak më i përfshim emocionalisht. Edhe ato që shkruajnë, edhe ato që ndoshta kritikojnë, edhe ato që kështu do të më kuptoj gajher sepse është ndjesia tifozëdhekut që ndoshta po dash me bë krahasim është pak më e madhe se kur je këtu sepse ke pak më shumë mall. Të shikoj të fundit nuk ka pas vend për kritika, gjëna që me hap kot debat, ekipi është shumë i mirë, mendoj që është ekipi më i mirë 5 vite të fundit. Kështu që sot mendoj që kanë vetëm për mbështetje ekipi, për mbështetje, për nisma që shnish kjo fundit edhe shpresojmë që kurorëzohet me titullin kampion. Sa është numri i vllaznia diaspor, i tifozëve që janë të regjistruar zyrtarisht? Sepse ne kena pas një problem që është mbyllur para që kanë me rreth 10.000 vet. 10.000 ka qenë e para. Sot nuk ka 5.000 vet, sepse lëvizin shifrat. Janë tonë tifoza Shkodra, janë tonë përgjithësia Shkodra, por ka nga qytetet e tjera. Pra kjo faqe është hapur më tepër për të gjendur pranë. Kjo faqe është hapur para 5 viteve me idetë e Skerdi Bejzadës, edhe të Senofiktës. Mos e na bë ky grupi me Kristian Baçin, me Art Kacën që kena formuar këtë boshtin që ka marrë gjithmonë funksion sepse kur nuk është njëri është tjetri dhe mendoj që ato që na kanë ndjek edhe besoj që na kanë ndjek shumë vet edhe pse dikush ndoshta e harron, kena 5 vite që kena bë shumë nisma të ndryshme me banderola, me mbështetjen e ekipit futsallit, të voleybollit të vajzave, në shembull për njerëz të nevojë që kanë. Kipi disa foto të vllaznia diaspor që mund t'i konsumojmë në këto momente dhe trajtojnë edhe më herë. Kena ofruar për shembull. Ja shikojmë që vllaznia diaspor është prezente. Kjo është banderola e parë që kena hap në Superkupën ose ka bosha me Dinamon. Kjo është logo zyrtare e vllaznia diaspor. Por për me gërmu shumë dalin shumë gjëra që në këto 5 vite janë bë prej grupit tonë që me fjalë. Kena bë nismën e flamujve vjet që në shpenda flamujve për Shkodra rreth 2-3.000 flamuj. Ky është mbështetja e ekipit voleybollit të femrave. Përpërsërisht në orën që e përshëndes sepse është një profesioniste absolute për voleybollin. Alket, të bën përshtypje se në këtë në grupimin kryesor administrator të quhen to, bën pjesë edhe Skerdi Bejzate, një ish futbollist i vllaznisë, po jo nga Shkodra. Është një koleg pak a shumë edhe brezi tuaj. Skerdi shfaqet si tifoz i vllaznisë. Unë me këtë rast e përshëndes Skerdin, edhe Skerdi më ka taku 2-3 herë të ardhur po nesh me vllazninë të dashok njëve të në Smalin dhe shumë tifoz, dhe më ka bërë shumë përshtypje dhe kam njek edhe në disa në për Facebook në të folë për vllaznin është të thash edhe parë, po në se Skerdi është Tiranës, nuk është nga ana Veriut vllaznia krenaria shqiptare, vllaznia djepi futbollit edhe është gjë pozitive edhe Skerdi edhe shumë sikunda Skerdit që e dojnë vllaznin. Me që jemi të Kruja, regjia ka disa foto kur luante me fanelen e vllaznisë Alket Kruja dhe me të vërtetë ka qenë një futbollist që ka marrë vlerësime, duar trokitje në atë periudhë. Alket, na thuaj diçka të veçantë me brezin tuaj. Ju keni luajtur edhe me trajnerin Elvis Plori që keni sot koleg në pankinën e Beslidhjes, por edhe me kolegë të tjerë. Në çfarë vitesh saktësisht ka luajtur Kruja tek vllaznia? Vllaznia ka luajtur në vitin 99-2000, me president Meftar Qelën pas Rahmet, të ndjerin, kam pas trajner Zan Ragamin, të ndjerin edhe Artan Burshatin. Gatë të lush për vllaznin është knetësi. Të lush, thash edhe parë, vllaznia është i emër i madh dhe me vjen keq për vllaznin që ka 25 vjet që merr kampionat. Por inshallah është viti i vllaznisë që ta marrin, që ta gëzojnë komplet Shkodrën, Shkodra shumë sportazhe, po dëgjosha me shumë emocion edhe zotin Puka nga Italia, edhe shokun këtu në studio, është diçka pozitive kur bëhen tanë për vllazninë. Vllaznia është emër shumë i madh dhe 25 vjet janë shumë pa i kampionat, por inshallah është viti i vllaznisë që t'i gëzojnë tanë Shkodran dhe tonë që e dojmë vllaznin.
Me që jemi tashmë futboll tek vllaznia, tek atmosfera e skuadrës Kuqblu, do të rikthehemi tek emocionet e ndeshjes së fundit, Vllaznia Teuta, e cila u luajt në stadiumin Loro Boriçi, një ndeshje me të vërtetë interesante, një Teutë këmbgulse, e cila bëri mjaft mirë. Vllaznia në një farë mënyrë e pranoi pas ndeshjes edhe vetë trajneri Edi Martini nuk ishte në ditën e saj më të mirë, por gjithsesi ishte cinike, bëri lojë dinjitoze dhe mori 3 pikë shumë të rëndësishme. Të ndjekë kronikën. Vllaznia vion e pandashme në kampionat. Në javën e 31 të Abisnet Superiore, skuadra Kuqblu ka mposhtur Teutën me rezultatin minimal 1-0 në një përballje të zhvilluar në stadiumin Loro Boriçi dhe të transmetuar në radio-televizionin publik shqiptar. Takimi nisi me ritëm të lartë, ndërsa momenti vendimtar erdhi në fundin e pjesës së parë, kur Kevin Dodaj shfrytëzoi në maksimum një mundësi të krijuar, duke kaluar në avantazh vendasit. Në pjesën e dytë dursakët tentuan të reagojnë, por u përballen me një vllazni të organizuar mirë në mbrojtje. Situata u vështirësua dhe më shumë për Teutën në minutën e 65, kur Yazgji u ndëshkua me karton të kuq pas një ndërhyrje të parregull ndaj Sherif Kallakut, duke lënë skuadrën e tij me 10 lojtarë deri në fund. Pas ndeshjes për mediat u prononcuan trajneri i vllaznisë Edi Martini, ai i Teutës Enkelej Dobi, si dhe lojtari i ndeshjes Kevin Dodaj, autor i golit të vetëm. Maksimum e vujtur, unë i lodhja me sjavë se por bravo qoftë djeme, sepse të fitosh një ndeshje kundër Durrësit që ka bëha mjaft mirë javën e fundit dhe pavarësisht rezultateve, ka një ekip që lart mbrojtje mirë, kundër zbret mirë, nuk ishte ndeshje e lehtë, e kishim përgatitur ta njëve, ne dishim që do të ishte e vështirë, por thashë ndeshjet që shikojnë met midis lodhjes fizike, lodhjes mendore hyn tana bashkë dhe komplimentoj djem bravo qoftë. Keqardhje se mënyrën si donin ose si e përgatitëm të gjithë kësaj jave ndeshjen, besoj që deri në momentin e golit ishte e qartë që erdhëm të luanim futboll, erdhëm që ti dinim ballë një vllaznie që është lider dhe nuk është pa merit aty ku është. Po i gëzuam edhe për golin, më shumë e mikëzuam për 3 pikë, për lojën e mirë që zhvilluam, dhe kjo është më e rëndësishme. Me këtë fitore, Vllaznia ngjitet në kuotën e 59 pikëve, duke krijuar një diferencë prej 5 pikësh nga ndjekësia më e afërt e Gnatja. Nga ana tjetër, Teuta mbetet në vendin e 6 me 38 pikë, duke komplikuar objektivat për fazën e mbetur të sezonit. Rikthehemi në studio sa po ndoqëm kronikën me Haris Likin, pikërisht për Vllaznia Teuta. Çfarë i pëlqej për posë rezultatit që Vllaznia fitoi, pati edhe probleme, por pati edhe momente të mira. Cila ishte ana më pozitive e Vllaznisë në këtë takim? Me Teutën, fakt them drejtën, çdo ndeshje që kena përballë me të kena pas vështirësi, dhe shpeshherë Teuta ka dalë fitimtare ka shinesh, edhe në Loro Boriçi po edhe në 4 muaj më herët ka fituar 1-0 në Shkodër. Po diskutim. Ka qenë faza e dytë. Dhe po edhe në Durrës gjithmonë kena pas vështirësi me ekipin e Teutës. Është një ekip që të krijon probleme, është një ekip që duhesh motivohesh edhe duhesh mobilizohesh shumë për me dash me dalë lojët tona, sepse është një ekip agresiv, është një ekip kërkues. Them drejtën, ashtu siç the edhe ti, ne u tregu me shumë cinik, pra mor me shënu me një gol si rezultat i një gabimi në mbrojtjen e Teutës, ku shfaq përballë Ports Dodaj, që nuk kishte se të gabonte, sepse ishte me portën e mbushatisur. Dhe nga ai moment ekipi, si më thënë, me sa pashën gjithmonë mendimi jem që ajo që ishte më pozitive është sepse arrit me eksperiencën që kena në ekip, me administru lojën, dhe u mundu me shpeshherë ta vëm kundërshtarin në vështirësi. Pak them drejtën ishim të rrezikshëm afër portës së tyre, sepse më shumë thash edhe herë ekipi, si më thënë, u mundu që të organizote dhe të administrote rezultatin që kishin 1-0. Them drejtën, kjo është rrezikshme sepse ekipi i Teutës nga momenti në moment shfaqte ajo rrezikshmërinë e tyre, sepse edhe kërkohet edhe lutje për pikë të veta. Po ajo që ishte që besajon që e fiku ndeshjen edhe që na dhai fije besim më shumë, ishte momenti i daljes kartonit kuq të qendrëmbrojtësit e Teutës. Nga ai moment e mbrapa, besoj edhe ekipi, se më thënë, mori një revansh edhe sulmuam edhe më tepër forca, duke qenë se kishim një superioritet numërik. Besoj nga ai moment e mbrapa, nga minuta 75 mos e gabosha mbrapa,
çdo gjë foli për ekipin tonë dhe shpresat që Teuta të marrë një barazim në shkollën. Megjithatë, edhe pse me një futbollist me pak Teuta ushtroi presion, do ta pranojmë deri në sekondën e fundit të shtesës dhe e pranoi edhe tekniku Martini, ndodh shpesh me skuadrat që ndeshkohen me karton të kuq. Pra rezultati po flitë për ne, ata ishin edhe me një lojtar më mangut, pra do të thënë ti detyrimisht, siç pamë edhe neshën e Champions League, pra detyrimisht ti hupi me lojtar mangut je, nuk ke se çfarë bën tjetër vetëm se do të sulmosh me ta në forcë përpara, edhe je 50-50 sepse nga momenti edhe ke shpinën e zbluar mbrapa, nga momenti mund të pësosh edhe gol tjetër që të fiket edhe loja. Alket, shënon përsëri Kevin Dodaj, ky talent tashmë është i tillë, është komentuar shumë pozitivisht pas do pjetës ndaj Partizanit në Tiranë, përsëri gol. Çfarë veçon të ky futbollist se duke bërë një farë krahasimi me lojën tuaj të dikush tek Vllaznia, duket thuajse aty keni një lojë, ka një lojë si natyrën tuaj tek Vllaznia kur keni qenë. Unë kam një Kevinin. Veprimet e tij teknike të shpejta, dalja para portës me kujton krujën e dikurshme. Është një lojtar shumë punëtor, i shpejt, më erdhi keq se ajo eksperiencë që ishte që iku në Bullgari nuk e eci, por inshallah ka formën e mirë të Vllaznia, del kampion edhe me cilësitë që ka Kevini, them se do ta kapim shumë shpejt ekipin kombëtar. Ka shpesh diskutime, komente për këtë përvojën në Bullgari, nuk është zyrtarisht është thënë edhe nga agentët e tij, nga menaxherët, nuk është se nuk ka bërë mirë, por ka një kontingjent lojtarësh të huaj mi limitën e duhur dhe i vjen momenti, i vjen rradha për të luajtur me pak. Dhe kjo është arsyeja që në mirë kuptim me klubin atjeshëm është gjetur kjo formullë për të ardhur në Shkodër për të marrë minutat e duhura. Sepse atje vlerësohet dhe klubi e kërkon klubi bullgar të rikthehet. Unë kam njeh edhe ecërinë e tij në Bullgari, ka pas një dëmtim dhe ai dëmtimi e ka lënë pak mangut. Mund të jetë edhe kjo pjesa e lojtarëve që janë me pasaporta të huaja që nuk i lejon ka një numër të caktuar, por të thash edhe përpara me cilësitë që ka dhe është shumë punëtor, ne kam njeh disa herë shumë punëtor, unë them shumë shpejt me cilësitë që ka do të kapin edhe ekipin kombëtar edhe Vllaznin për këtë moment e zjarr pa çebart, se sa herë është fut, është lojtari i gjallë të Vllaznia. Sa herë fund Kastoli, ai ka shënuar 2-3 herë ka shënuar. Marian, tek ndeshja e fundit Vllaznia Teuta çfarë veçon më tepër? Tek ndeshja e fundit vetëm të theksoj që ekipi i fortë fiton edhe kur lum keq. Kjo është diferenca me ekipet tjera. Ashtu tipike Martinit që pjesën e dytë e tërheq ekipin dhe bën atë lojën mbrojtëse. Por për mua në këtë fazë të kampionatit, në këtë fazë që jena në sot, rëndësi kanë vetëm fitoret, kanë 3 pikë. Loja bukur do ta bëjmë sezonin që vjen, fillim sezonin. Tash rëndësi ka që me më deri në fund me këtë rritet, me u shputsa më shumë në vendin e dytë, të tretë, që më shkon në Final Four rehat me fjalë dhe mos me pas presionin shumë të afërt. Mendoj që kjo ka marrë rëndësi, 3 pikë. Ti fitojnë që ti fitojnë, por kur ekipi fiton nuk ka kritikë. Është formuar Alket një 4-she, vendi Vllaznia ka siguruar, matematikisht pas kësaj jave ka siguruar pjesëmarrjen në fazën finale, por 3 ekipet e tjera luftojnë. Vendi 4 është më tepër në dilemë. Për ju e merr Dinamo apo Partizani? Dinamo është për momentin me pikë barabarta me Partizanin që Dinamo ka pas gati një ecëri shumë mirë, por u stopu ka shumë javë që Dinamoja nuk e gjen vetin, dhe Partizani ka marrë fare revançi. Por për mu Dinamoja ka një ekip më të mirë se Partizani, pavarësisht se te Dinamoja edhe parë po lexoja para se me hyrë në emision, kanë vazhdu problemet, lojtarët midis stafit, lojtarët midis njëri tjetrit, edhe kartoni kot që u marr midis shokëve, që ishte e pa kuptim një futbollist morra me shokun e vetë me marrë kartonin kot që nuk kisha pa. Por ças po shohim këta të huajt, edhe është një luftë e fortë se janë 2 derbi rresht, edhe si Tirana Partizani si Dinamo me Tiranën edhe nuk Tirana dihet që lufton për me një kategori, kur ata të dyja luftojnë. Për mua është një luftë shumë e ashpër, por unë për mendimin tim do ta marrin Partizani vendin e 4. Haris, janë edhe 5 betejë finale, edhe 5 ndeshje që titulli është duke që është shumë pranë, thamë edhe me herët, po betejë e parë është në transfertin
në Vorake me Voren, ditën e shtunë. Një skuadër që lufton për mbijetesë përballë një vllaznie që kërkon titullin. Si e parashikon? Kuptohet, duhet bëjmë kujdes, sepse ne Shkodran thojmë që i mytën i të myt, pra Vora ka ata problemet e saja, edhe thamë që ekipi duhet motivohet shumë, sepse zakonisht me ekipet tilla kena bërë hapa falls. Ashtu si shtaj edhe Tigaz duhet shikohet çdo ndeshje si finale, sepse thëmë drejtën nga tashmë e deri në fund, domethënë ekipi duhet bëjë që mos të shndrojë në pozitën që është në vendin e parë, sepse ne e dinë shumë mirë favoret që ka ekipi i parë, që renditet i pari. Edhe shpresoj shumë që mos gabojmë me këshull e ekipit, sepse mrapa mas Vorës duke pa edhe kalendarin kena një ndeshje zakonisht shumë fort me Elbasanin, me një rival direkt tonin, edhe besoj që vllaznia duhet gjej motivin e duhur për të shkuar dhe për ta fituar ndeshjen. Qoftë edhe me rezultate të tilla si me Tehutën, por e rëndësishme është që të fitohet ndeshja dhe të merren 3 pikë për vazhduar të drejt objektivit, sepse besoj që analizat me kundërshtar të tillë besoj që e dëmtojnë shumë ekipin, sepse vetë edhe morali bjen kur shef që një ekip që është në mjetesë, fillojnë të thonë gjithmonë se na në Shkodër jena, fillojnë edhe debatet dhe muhabetet, ja duhet me jalan, ja duhet me pështu këtë, ja duhet me pështu e tjetërin, ja kena bë lans me këtë, kena bë lans me atë. Vllaznia duhet me pa vetin e vet, vllaznia si herë tjetër, si kërkush tjetër duhet me pa vetëm problematikat e saj, duhet me pa vetëm ekipin e vet, me vazhdu kështu me fitore, karshi çdo ekipit, si do të qofë pozita tyne, si do të qofë problematikat e tyne, në mënyrë që shkojmë të qetë në Final Four në përballje direkte që ata kanë me kanë realisht finale, sepse një hap falls në Adina si ta çan krejt kampionatin dëm. Vllaznia po përgatitet intensivisht për këtë sfidë në transfert me Vorën, por teknikun Martini e shqetësojnë 4 mungesa për momentin, janë 4 dëmtime që mund të kenë probleme, duke nisur nga Bajrami, Dros, Bismarck. Për mu dëmtimi më i madh i këtij sezoni është dëmtimi i Kastrati. Kastrati konsiderohet i mbyllur sezoni, kurse kjo tresha tjetër është e popullon stafi mjekësor për të bërë mundur. Por si mjet në shpërviteve të tjera kena një stol që është bajagi i mirë që mund të ndryshojnë, që mund të zëvendësojnë lojtarët e dëmtuar, pavarësisht se mungesat janë mungesa. Shpresojmë që lojtarët që vinë për stolet të përgjigjen tani Martini dhe mos të jetë mungesa këtu në që janë dëmtuar. Por duhet të kthejmë te Kastrati, është pemë e vetëm që për këtë sezon që mund të prishë ekuilibrat e ekipit, sepse është një lojtar me parametra jashtë çdo lloj nivelit për kampionatin tonë. Momentin ndoshta më kritik aty ku nuk dëmtimin, aty ku nuk fatkeqësia e tij individuale, por edhe fatkeqësi për skuadrën e tij, por shumë e jona, sepse Alket në Vorë mendoni se mund ta kalojë vllaznia me sukses. A më tjetë e knaqër edhe me një baraxhim ndoshta përballë një Vore që... Jo, vllaznia për mendimin tim nuk ka se me kanë knaqër me i pikë, se duhet sa ma shumë pikë të shkojnë Final Four, se dihet nuk është si vite tjera formula që zërohen, të është sa ma shumë pikë tjetë vllaznia në avantazh. Është direkt që ose vllaznia shkon me 5-6 pikë në Final Four, është të shpallën kampion automatikisht. Po jo mërë të treve si pas edhe zakonet e këtij emisioni, parashikimet me shifra duke nisur nga ju, Vora vllaznia. Vora vllaznia 1-2. Me autor të golave për Koçiblut? Të 2 bala. Të 2 bala, parashikim me të vërtet bindës. Haris. Duke mua shkës nga ndeshjet e fundit, nga cinizmi që kena tregu, besoj që me rezultat shumë ngusht, 0-1 besoj. Me autor të golit? Anëzarim bolin këpucën e artë. Për mua është një 0-2 i pastër me gol të Bekim Balës, por ka arkuar që me bala Denis Gurishta gol. Kështu që bala Gurishta, 0-2. Bala Gurishta, edhe kjo është parashikim interesant. Përfshin edhe Gurishtin se u rikthyer në formën e tij më të mirë sportive. Mirë, duke qëndruar tek futbolli, do flasim shumë shpejt në këtë moment edhe për suksesin e ekipit Legjan Beskida, por do të dalemi tek një personazh shumë i njohur i klubit Vllaznia, apo më konkretisht për ekipet e Akademisë Vllaznia apo të futbollit femrave, sepse aty shërben më tepër,
Aranit Gjika është një personazh, është përgjegjësi i bazës materiale i terreneve sportive në fushën sportive, po në stadiumin nëmër 2 të Shkodrës Reshit Rusi, ka pësuar një aksidente që gjendja e tij për momentin nuk ka qenë e mirë, por ka lajme pozitive. Po shikojmë pikërisht në ekran dhe fotot për interes të publikut, kush është Aranit Gjika, është një person model që kontribon maksimalisht orar pa orar në shërbim të gjitha ekipeve të moshave të vllaznisë, në shërbim të ekipit të Shirokës, në shërbim të ekipit të femrave, dhe ka marrë vlerësimin maksimal në simpatinë të gjithëve, dhe ky minutazh në adresë të tij është edhe me tepër një mbështetje morale për ta kaluar me sa më shpejt këtë, me sa më fortë këtë problem që ka pasur në aksidentin pësuar në qytetin e Shkodrës. Haris Lika, jeni njohës i tij dhe keni bashkëpunuar gjatë në kohën kur drejtonit ekipet e vllaznisë të akademisë, por edhe femrat e ekipin e parë. Po, diskutim, sidomos nitin që më ka qellu, se më thanë me pas më afër dhe me mbështet shumë, po kanë në kohën kur punosha te ekipi i vllaznisë vojzave, sepse ishim një periudhë ku gjithë akademia ishte pushim, dhe niti ishte i papretueshëm për me dashur të ndihmojë me bazë materiale, se na dina që ekipi i vojzave të marr parasysh që ata marrin pjesë në Champions League-in e femrave, filloshim shumë herët të vitin, kur tani ishin të bë plazh në për velipojë dhe pushimet e tyne. Unë e niti ishim aty të fushë, të bë gati fushën me një temperaturë shumë naltë, dhe të më drejten, ja kam ditë shumë për nërë, e kam falenderuar gjithmonë, po edhe niti kuptohet është shumë dashamirës në gjithë kënd. Nuk një pushim, nuk një ditë pushimi, nuk një niti është i papretueshëm, mjafton që ti çesh një mesazh, niti më duhet fusha gati, më duhet baza materiale gati, më filanur, edhe është i papretueshëm, është unë them drejtën e falenderoj shumë, e kam shumë për zemër, sepse është edhe një djalë që asnjëherë, edhe se jam shkut për aty, asnjëherë nuk harron me të rrugë mesazhe në çdo lloj feste që ne kena. Unë uroj me gjithë zemër, siç e kam uruar edhe mesazh, që të ketë shërim të shpejt pranë xhirit i familjar, po ashtu edhe pranë ekipit vllaznisë, sepse besoj fushës edhe çdo trajnerit aty në akademi i mungon shumë niti për krejt atë që ai kontribon aty në të fushë. Marian, Aranit Gjika apo Api, si quhet në masën e tifozëve Api? Është Api, është i mrekullueshëm, ata që e dinë se çfarë shumë ka bërë për fëmijët e akademisë, e dinë se çfarë tifozit është një goditje e madhe për tan tifozët, por ne presim për me festu titullin kampion bashkë me vllaznin në maj. Shpresoj që shumë shpejt ta kalojnë këtë situatë vështirë, dhe të kthehet më i fortë se ka qenë. Arket është një personazh që ndoshta nuk keni pasur rastin të mund ta keni njohur kur ka luajtur beslidhja në Reshit Rusi, por një personazh që me të vërtetë ka shumë simpati në mjedisin sportiv dhe rrjetet sociale, po gomzhin në mbështetjet e tij pas aksidentit që pati ditët e fundit. Edhe unë kam njek në rrjetet sociale edhe i uroj shërim shumë shpejt, domethënë se kur është dashamiri i sportit në nadhimset e tonë. Shërim të shpejt Apit, siç njihet në gjuhën e tifozëve, Aranit Gjikës, dhe shpresojmë që shumë shpejt të rikthehet në Shkodër. Për momentin është duke u trajtuar në nënvëzhgimin e mjekëve specialistë në kryeqytet dhe ka lajme të mira rreth tij dhe ndër të tjera një mik tjetër i ynë, Afrim Dibra, është ai që e ka vizituar presashërmi edhe ditën e sotme dhe ka përcjellë dhe në rrjetet sociale lajme shumë pozitive për përmirësimin e gjendjes së Aranit Gjikës. Spostohemi tek suksesi e ekipit Lezhjan Beslidhja. Fitoria fundit me ekipin e Shirokës ishte edhe derbi verior me rezultatin 3-0. Krijoi një atmosferë të jashtëzakonshme në stadiumin Brian Filipi të Lezhës, sepse matematikisht Beslidhja u rikthye në kategorinë e parë. Të ndjekin kroniken. Urinë Beslidhja, zyrtarisht në kategorinë e parë.
Në javën e 21 të kategorisë së dytë, Bestlidhja ka triumfuar bindshëm 3-0 ndaj Shirokës në stadiumin Brian Filipi të Lezhës, duke siguruar matematikisht vendin e parë në grupin A dhe ngjitje në kategorinë e parë. Golat e Ardit Hilës, Emanuel Akansases dhe Flavio Fushës vulosën suksesin e vendasve që shkojnë në kuotën e 51 pikëve, plus 6 nga vendi i dytë. Skuadra drejtuar nga Elvis Plori festoi menjëherë pas ndeshjes me tifozët në fushë në një atmosferë entuziazmi në Lezhë. Ne kemi ca objektiva me idenë të kalojmë superiore, por kemi hapa shumë për të barë dhe kështu që avash mendojmë të ecim para. Ju e dini shumë mirë se sa sukses e kena, ne kena pas vazhdin dikur dhe e kemi të regu vetim. Kështu që besoj se edhe me Bestlidhjen do ecim në hapat e vllaznisë. Them se gjithë bashkë kemi qenë aktor të këtij kompozimi, pra jam shumë i kënaqur si bëm me një punë kaq shumë të mirë dhe si na dolin pa. Pra është një punë gjithëve bashku, jo vetëm me Plorit, dhe jam i kënaqur si e kurorzuam edhe në ndeshjen e fundit në shtëpi me një fitore 3-0 dhe e mbyllim përpara një javë përpara përfundimit të kampionatit arritjen objektivi një kategori më lart. Të ndërë jam shumë i kënaqur. Ishte diçka që e fillu me seriozitet që nga fillimi i sezonit që kur erdhi presidenca re, edhe u bë një ndryshim rrënjësor. Në fund arritëm objektivin që ishte objektivi kryesor i klubit për me shku në kategorinë e parë. Jam shumë i kënaqur edhe për Bestlidhjen, cilët kanë kontribuar, na kanë mbështetur me gjithë anët, si financiare si dhe profesionale mbrapa na kanë ndetur gjatë gjithë sezonit. Nga ana tjetër, Shiroka mbetet e treta me 41 pikë dhe do të kërkojë ngjitjen përmes play-offit. Në takime e tjera, Turbuni i Pukës fitoi 1-0 ndaj Naftotari dhe afrohet me zonën play-off, ndërsa humbje posuan Basanja dhe Veleçiku në transfert. Në intervistë ishte edhe zëvendëstraneri Alket Kruja, po me qenë se është në studio, preferuam ta ngacmojmë dhe të bashkëbisedojmë pikërisht me Krujen në këto minuta që i takojnë Bestlidhjes. Unë isha prezent Alket në stadiumin Brian Filipi të Lezhës dhe pash përpara ndeshjes një mirë organizim, presidenca me në krye Pierin Fushën, zëvendës presidentin Claudio Fusha dhe gjithë stafin, drejtorin sportiv Renato Malota e të tjerë, kishin krijuar një atmosferë me të vërtet shumë interesante. Gjithë tifozët të pajisur me flamujt e Bestlidhjes. Kjo ishte diçka e bukur edhe me fanela. Gaci ti ke kënë vetë, e ke po ambientin, Bestlidhja mbrapa vllaznisë në veri është Bestlidhja. Bestlidhja ka 3 vjet që let në kategorinë e dytë dhe është Bestlidhja gjithmonë ka zjarr talenta me ardhin e presidencës së re, që gjej rast një falenderoj, një president me një vizion, kanë ardhur me një plan afatgjat, në bashkëpunim me kryetarin e bashkisë, zotin Pirin, me drejtorin teknik Renato Malota, me kryetarënjerin Elvis Plori dhe gjithë stafin, dhe gjithë çuna që është kriju një ambient shumë i mirë, një çdo gjë korrekte, çdo gjë është në sinkron me njëri tjetrin. Dhe besoj që plani i Bestlidhjes i presidentit, siç e pamë edhe përpara, është një plan afatgjat dhe Bestlidhja të shkojnë aty ku i takon. Thatë, u përmend disa emra, përgjithsisht u cekin të gjithë, por me stafin, trajneri i parë Elvis Plori, kolegu më i afërt trajneri Alket Kruja, trajneri portierëve Ervin Hoxha, sepse Hasan Hoxha është trajneri i moshat. Operator etik si Drit Bushati, doktori Denis Fasia, kena team managerin Julin, edhe është bë një punë shumë, Julian Hila, është bë një punë shumë e mirë në gjitha komponentet, janë plotësuar gjitha kushtet, ne kena marrë fushë me qira që Bestlidhja është prisha në eksit tjetin, është vetëm stadiumi oriental dhe ne kena presidenca ka kriju gjitha kushtet, kanë marrë terrene me qira, shumë shpejt do vazhdojnë dhe fusha të bëhet dhe besoj që për vitin tjetër Bestlidhja tjetë pretendente për Super League. Me çfarë komentohet e funksionon si një ekip jo i kategorisë dytë, po i parametrave më lartë se kategoria e parë dhe thuajse i superiorës në të gjitha faktorët që funksionon një klub futbolli. Kjo falë dhe drejtimit
dhe korrektesës e presidentes dhe të bashkisë Lezhë? Të thash edhe më parë, 2 pirinat, presidenti me gjithë kryetarin e bashkisë kanë bëjë fuqi të fortë. Pjerin Fushaj, presidenti i klubit dhe me gjithë Klaudion Tybirin që janë presidenca dhe kryetari i bashkisë Pirini tjetër kanë bërë fuqinë të dy bashkë me gjithë drejtorin që kena për çdo ditë stërvitje që është një bonus për ne. Besjellja funksionon tamam si një ekip Superlige në gjitha aspektet. Edhe më kryesore që është ana financiare që presidenca është shumë korrekte. Jo vetëm me rrogët, por nga sa thuhet, për çdo ndeshje ka dhe premio, ka grumullime, ka atmosferë, ka përkujdesje, të gjitha të gjëra të çojnë tek ajo që ka një bazament kjo skuadër për të ardhmen e saj. Ju thatë për drejtorin Renato Malota, i cili është ai një faktor plus më tepër që e njeh futbollin dhe ka dalë nga Lezhë, ka kaluar një përvojë shumë pozitive dhe tashmë është rikthyer për të kontribuar për qytetin e tij. Ndërkohë, gjatë intervistës që ne i morëm edhe presidentit Pjerin Fushaj, ngacmuam edhe për zëvendës presidentin Klaudio Fushaj, i cili në fakt është ai që së bashku me drejtorin Malota janë prezent në çdo funksionim të skuadrës të rivitje ndeshje. Dhe në fund, presidenti Fushaj theksoi, Klaudio është Pjerini, pra në një farë mënyrë deshit donte të tregonte se çdo gjë që bën Klaudio Fushaj, djali i tij është në funksion sikur të jetë vetë ai në krye të skuadrës, sepse të gjitha funksionet po i kryen Klaudio. Klaudio me drejtorin janë arkitektët e besjelljes edhe me trajnerin Pluri, Klaudio e kena pas më afër, na vjen stërvitje çdo javë, e kena rregullisht aty. Të thash, gaci, ne kena fatën edhe një drejtor si Renato Malota, që sa pa kalon futbollin dhe është shkrihet me grupin, është çdo ditë stërvitje, çon hahet me futbollistat për çdo problem. Renato e kanë si shok, jo si drejtor. Të thash, çish fillim se e ceke më parti, besjellja është, pavarësisht se është një kategori dytë, por nuk i mungon asnjë gjë. Mor me premia, mor me rrogët, është ekipi më model në Shqipëri për momentin. Vetë edhe Mercato ka qenë pa kursyer presidenca dhe stafi për ta kompletuar skuadrën. Mercato diet, ne kena bërë Mercato, pavarësisht se ne kena vazhduar shumë vonë, si Mercato ka rekord. Ka rekord për 2 javë, ka rekord të vazhduar te Kruja, që ul nga Superliga një vit më përpara, ishte lojtari një maçës të formacionit të Superligës. Raboshta, që është nërgëllëshenusat, kena Akansa, një lojtar i ardhën shumë cilësor. Karakocin, kena Antonion, Markun, kena Gjulio Mehmetin, kena Hilen, që Ardit Hila është nër lojtarët që ka luajtur Superligë, ka dalë kampion me 2-3 ekipe, kena një grup me Becin, kena Ramilin, kemi portieri Marko Molla, se portieri kombëtarës. E lash për në fond që është një tort. Marko Molla është një cilësi, Markoja ka luajtur deri 19 vjeç me ekipin italian kombëtar. Dhe sot ka besjellja. Gjithë kanë pranuar dhe preferuar të jenë pjesë e besjelljes. Kanë pranuar. E projektit e besjelljes. Të thash, pavarësisht se na bën një kohë rekord, por besjellja ka një projekt me presidencën dhe me kryetarin e bashkisë, ka një projekt shumë mallor. Shefe Gasper, thëmë drejtën shumë kujt mund t'i bën që di se si emra të tillë domethënë konfirmosur me besjelljen, po ama domethënë unë do të kisha cek që ata nuk konfirmos për një besjellje në kategori 2. Ky projekt besoj unë është projekt afatgjat. Afatgjat, domethënë ideja ka qenë po firmosur me besjelljen që nesër ta kena vedin në Superligë, sepse të kesh një presidencë tillë me një mbështetje tillë financiare, të jesh korrekt me pagesat edhe me shumë të tilla, sigurisht që ata nuk kanë menduar që do të qëndrojnë gjatë, siç edhe realizuar në objektive, nuk qëndrojnë gjatë në kategorinë 2. Besjelljes i rrin shumë keq Petko i kategorisë 2, ashtu që është edhe kuplikut, për mua janë 2 ekipet veriore që meritojnë shumë më shumë
për më ngrit në kategori. Ka bërë shumë mirë Shiroka, du të arpanojmë, klubi Shiroka ishte surprizë. Shiroka ishte një surprizë i rrushë e Ramenali. Befasia e kategorisë 2, nga kategoria 3, direkt pretendente. Shiroka thëmë drejten, ka dalë jashtë çdo parashikimin. Pse? Sepse Shiroka na dinë shumë mirë, deri në pak ditë pa filluar kampionati, ishte një ekip i projektuar për të luajtur në kategorinë e 3. 4 do të tretë si dush në kategorinë e 3 në kampionatin shqiptar. Pra, domethënë pak ditë më vonë kur ata kishin kryer merkaton, i erdhi lajmi që ata do të luajnë në kategorinë e 2. 2 ditë përpara startit të kampionatit ka rënë. Të bënë një paraqitje të tillë, pra të sigurojnë play-offin të sa ndeshjes, domethënë në vend të tretë, pra domethënë që ata kanë dalë jashtë çdo parashikimit edhe i përgëzoi. Duhet përzuar presidenti Ergi Axhani, Ervis Mlloja. Kushdo që ka kontribuar në ekip, kushdo trajneri Ardit Mani ka bërë mjaft mirë, ka bashkëpunuar. Kushdo që ka kontribuar, pra është një ekip që ka dalë çdo kujt jashtë parashikimit. Me shumë tuaj ka bashkëpunuar Ardit Mani, por sfundi ai është baza. Ka pritet edhe të përcjell kolekt huaj, por baza unë them drejtën, më që e kam mik edhe shok kapitenin Vucaj. Gjithmonë në bisedat tona nëpër kafe, më thonë bëhet çudi se ditë mas ditë, si më thonë, përfirmoshin lojtarë që ne i njohim, bakën me emrin kategori 2. Edhe bëhet përshtypje, bëhet përshtypje se i thosha, Dula. Të dini me shku me këtë ekip kategori 3, sepse ishte tepërt për mendimin tim, se unë jam edhe njoh si kategorisë 3, 2 po. Edhe i thosha se më thonë, si duket doni me mbyll, se më thonë shumë javë para kategorinë 3, në kohë që erdhi lajmi që edhe ata për ta ishte i gëzueshëm pa diskutim. Beslidhja ka siguruar kalimin në kategorinë e parë, përgjithëse ka edhe një ndeshje për të luajtur në transfer me Naftetarin dhe pastaj është finalja mes 2 grupeve A dhe B, ndërkohë që Shiroka ka punë për të kërkuar përsëri përmes fazës play-off dhe ndoshta dhe urojmë, shpresojmë që ta realizojë apo jo Kruja, do të ishte kënaqësi që edhe Shiroka ta fitonte një betejë të tillë përmes play-offit. Shiroka ka një rivalite me gjithë Librashtin, por se ne kena pas shumë cilësi dhe qysh në fillim ne na formuar për medalë dhe arritëm qëllimin, por edhe Shiroka i uroj shumë suksese, inshallah me anë play-offit vinë kategoritë parë, se ka shumë lojtarë cilësor. Halket, punoni për krah, si thamë më herët, Elvis Plorit, kënaqësi keni qenë në fushën e lojës, së bashku tek Vllaznia dhe tashmë në pankinë. Si është bashkëpunimi? Unë edhe kam luajtur futboll, kam punuar edhe në Borrell, Elvisi ka qenë trajner dhe unë drejtor, edhe sot jam në rolin e zëvendës trajnerit me Elvisin, unë ta kam thënë përpara, Elvisin e kam shok, e kam mek, nuk njihemi sot, ose kur kena luajtur futboll, unë kam shoqëri me Elvisin qysh te para 3 dhe e kena majt, edhe është kënaqësi që unë punoj për krah Elvis Plorit, ka një eksperiencë dhe ka dhe i shprehje të bukur erdhi baba. Elvis Plori është trajneri i kategorisë parë, megjithatë është baba i kategorisë parë. Drejtësisht. Dhe ja uroj me gjithë zemër që ai ta zjarrin besilljen në Super League, se i ka ardhur edhe herë, kjo është pak me spec gac. Elvis Plori ka qenë kur Vllaznia ishte në ditë më të këqija, ka qenë trajneri i besilljes dhe ka pas play-offin në Shkodër dhe ka rra Vllaznia 3-1, golin e barazimit e ka bërë djali Jot Antonio nga 30 metra, edhe visi e dënë me pa tjetër që vitin tjetër kur Besida të bëhet të dalin në Super League, se e meriton, është ideal punëtor, ideal serios, ideal shumë japësën mos futbollit, edhe shpresoj me gjithë shpirt e uroj që ta zjarrin Besida në Super League. Edhe 2 ndeshje kanë mbetur, në fundjavë jeni në Kuçov me Naftetarin dhe pastaj është finalja mes fituesit grupit A, që është Besida dhe kush do të jetë nga grupi B? Ne na ka mbetur edhe një ndeshje që e kena me Naftetarin, edhe ne do shkojmë për me fitu, se ne gjithë kampionatin nuk kena humb, kemi vetëm 3 barazime dhe gjitha fitore. Mrapa ne presim ndeshjen në tjetër, se është qose Besida e ka marrë rrugën, ka dalë kategoritë e parë, grupi tjetër alo është me 1 pikë diferencë, luhet në Orikumin me Sarandën, kush fiton, dhe ne shpresojmë kushdo që tjetë si Saranda, si Orikumi, ne shpresojmë të ta çojmë kupën Lezhë, se meritojmë se jena ekipi më i mirë i kësaj kategorie. Dhe së fundi për Beslidhin, natyrshëm se një mbështetje shumë e madhe është dhe tifozëria. Kam vënë re që tifozët lezhjanë janë në mbështetje të skuadrës jo vetëm në stadium, por edhe në rrjetet sociale, siç është Vllaznia Diaspor,
për ekipin Kuqiblu, aty është Dragojt e Veriut, apo jo, është një faqe sportive, shumë aktive, shumë dashamirëse, informative dhe mbështetëse e vllaznisë mes tyre dhe Anjano Gega, është një sportdarsh, edhe i simpatizante i futbollit edhe shkodran, por kontribues tek Lezhë. Sa ndikon atmosfera e tifozëve lezhjan, si fesuan gjatë javën e kaluar? Ndikon shumë dhe unë gjej rastin që t'i falenderoj nga kjo studio jote dhe normal që tifozët janë lejtori i Dumajt dhe ne i mirëpresim çdo ndeshje se i japin support ekipit. Natyrisht ne shikohemi dhe ndiqemi edhe në Lezhë dhe sipas informacioneve dhe kolegëve tanë, sidomos kolegëve e Hila, Elvis dhe Gas Hila, të cilët edhe furnizojnë edhe televizionin shqiptar me kronika dhe i përshëndesim tifozët lezhjan, atmosferën festive dhe ekipin e Bestidhjes me shpresën dëshirën që shumë shpejt do të shikojmë ato përballjet e derbit Vllaznia-Bestidhja, apo jo Alket. Nuk do të jetë larg dita, me këtë ritëm nëse do të vijojmë me shpresojmë. Gjithmonë derbi Vllaznia-Bestidhja ka qenë një derb shumë cilësor dhe Shkodran ka një shprehje me vllajën e vogël. Me të vërtetë shumë ndeshje emocionuese kanë qenë shpeshherë në Lezhë, në Shkodër, në Lika, do të kujtoj. Edhe Lika i vogël, por edhe Gjelman Lika i madh, juaj se për Lezhën më ta kam me folë edhe mua sepse kam punuar aty. Elgeti e din edhe thëmë drejten jam nisë në shtëpi teme, janë shumë dashamirës, janë shumë sportdarës edhe mu më bëhet qefi në fakt që e shofim, se më thonë Bestidhjen kampiona dhe shpresoj shumë shpejt të bëj atë që kanë bëhet dy ekipe tjera më i mend më përpara, më i mend nga kjo kategoria dytë që i mori gjitha kategoritë me radhë kampion ishte Kuksi, i dikurshëm nëse e kujtoni, që ishte nga kategoria dytë edhe çdo vit me presidentin Gjisi doli kampion derisa arriti edhe të shkojë te nivelet më të larta të Superligës shqiptare. Njëjtën gjë mos ndaj bani edhe Vora mbrapa nga kategoria dytë, çdo kategori e mori me radhë duke dalë çdo vit kampion edhe tashmë është pjesë e Superligës shqiptare, shpresoj që të njëjtën gjë të bëjë edhe Bestidhja, që ti marrin me radhë xhanët, edhe në kategoritë parë tjetë po kështu siç ishte në kategorinë e dytë, pretendente edhe fituese. Edhe të shkoj aty ku i ka taku, ku ka qenë gjithmonë Bestidhja të zhvillojë ndeshjen në Superligën shqiptare. Në aspektin personal, Haris Lika, me një përvojë dhe karrierë në disa skuadra veriore dhe me xher, ku janë disa nga ato pikësynime tuaja, se për momentin me sa kam informacion një pushim. Po, pushim jam gosur sepse tesh edhe me dorë me kërkuar është fundi i sezonit, tash mos kanë met më për të zhvilluar ndeshje thujse në çdo kategori, qofshin ato të grup moshave, po ato të kategorinave të rritërve. Shpresoj shumë shpejt në vitin e ardhshëm kuptohet synimi kryesor është të vazhdojë punoj me të rritër. Po jo se përshtohet punësia për më dashur punu edhe me grup mosha, nëse gjithmonë ka vizion edhe ka diçka serioze për të mbështetur dhe mua si trajner, po edhe unë për të bërë më të mirën teme si trajner. Shpresoj më të mirën për Haris Ligën, sepse edhe vetë niveli i kualifikimit me licencën UEFA Pro që disponon Haris Liga është i mirëpritur në çdo skuadër. E pa shkuar tek komentet për ciklizmin, për futsallën, për lojrat me dorë, të konsumojmë ato që hapëm në fillim të emisionin për nismën që ka marrë grupimi i tifozëve Vllaznia Diaspor, i cili përbëhet nga Marian Marku që është në studio me banim në Itali, nga Kristian Basli, nga Seno Fishta, Art Kaca dhe Skerdi Bejzade. Një peshe, njëri mes për 4 të tjetëri. Një bosht që funksionon shumë mirë dhe që plotësojmë një tjetër në këtë grup që kena marrë për sipër për me Ky grup që funksionon dhe drejton, thamë edhe për Seno Fishtën, po ndoshta kontributi i tij këto kohë të fundit duke qenë se ka qenë i angazhuar me spektaklin e Big Brother 2026, ndoshta nuk ka qenë shumë aktiv. Jo, është gjithmonë aktiv. Sena faktikisht është një magjistar për nismat, ai turnet kot shpik diçka dhe vazhdon edhe ja arrin gjithmonë
gjithmonë për me bërë atë zhurmen që me vu një projekt, një nismo, një ndin, diçka tillë. Sena është i mrekullueshëm, ju urej tanat mirat edhe mas Big Brother që të shurojnë dikun tjetër. Të shiko bo flok, të shpresojmë në ide tjera. Ka bo flok, është të punu me marrë dhe licencër për drejtor teknik. Po, është licencuar. Është licencuar, që të shofim. Edhe menaxher, shikojmë që kontakton deri në zonat. Ka kanë edhe në Afrikë. Në Afrikë ku ka kanë në zhurmim për talenta, për futbollista dhe jo vetëm futbollista. Kështu që është aventurier dhe shpresojmë që aventura të është me t'jenë... Saksisht e ku ishte nisma, ideja kësaj nisme nga grupi? Sinofishta. Aja ka startu si ide. Na është kërku edhe pak më parë prej tifozëve të tjerë, por është po do është me thonë, është pak e sikleshu gjithmonë mu marrë me pjesën e lekve gjana, sepse shkodin në kej parasysh në njofim tonë dhe ka gjithmonë pak knaqësi, por sena kur e merr iniciative nuk nalet edhe ne gjithmonë e mbështesim, shpresojmë që edhe kjo të shkojnë siç kanë shkuar të nisma të tjera që janë ndoshta me 10 të 5 vjet. Dhe thatë me herët që shifra parë prej 2.000 euro që ishte nga 500 juve që kontribuat, sa për të dhënë mesazhin, dhe me njerë kanë filluar me shumat të ndryshme, duke u dyfishuar kjo shumë dhe me tej. Po, atër, në 2000 është help për nesh, e kena ba ne si kontribut si tifoza, jo si vazhjet Diaspor, unë si Marian, filoni tjetër, e kena ba si tifoza të vazhnis. Du me theksu që nuk është detyrim për asken, nuk është diçka që du të me ba se zban është, që se dikush e njën që ja vlen me kontribu, sepse as lojtarët nuk kanë nevojë, pra nuk është se janë hall lojtarët, nuk kanë rroga, nuk kanë premje, sepse kanë me pas edhe premjet të tjera, pa dyshim prej presidentit dhe prej deshamirëse që ka. Edhe Bashkia Shkodër, për Bashkia Venetesi, ka publikuar një nismë të tillë. Ne nim si kontribut që unë si tifoz i ofrej ekipit vazhdiz lojtarëve, masanej dikush e gjikon si drejt, dikush e gjikon si pa drejt, është në dëshirën e secilit. Si dorëzon ta për informacionet e publikut, kemi parë disa informacione për shembull. Çdo gjë transparente, çdo gjë me emra, çdo kontribut, çdo gjë është transparent gjithçka. Është pa dyshim, është gjëja e parë, sepse nuk është gjëja e parë që bëni me këtë gjë. Ku janë pikat e kontaktit, sepse ndër të tjera kam vënë re edhe Nikol Miashi që është përfaqësuesi i Vazhnia Diaspor në Shkodër. Nikol Miashi është zholi i Vazhnia Diaspor, që është në terren gjithmonë për me mbledh. Edhe herën e fundit për shembull që vlen mu theksu, ne kena pas bileta për në tribunën së 5 palimit, ku do më shumë i marr pa pagesë tek Nikol Miashi që ka ambientin e tij. Po, është licencuar edhe nga presidenti. Po, biletat, me fjalë Alban Xhaferi, për pikisht për biletat e Vazhnisë, ka pikën e tij. Supermarket Vazhnia që gjeni tek tregtare që ai disponon. Një dashamirës. Nikola është i papërtueshëm për Vazhnin, ka shumë. Fitoi edhe konkursin me familjen e tij për videon me të bukur, sepse ishte se dorëm tek atë klubi Vazhnia pati një nismë shumë interesante për to festet të fetare, qoftë për Bayram apo për Pashk. Festimet me të bukura familjare. Po. Festim për Pashk ishte kjo fundi dhe fituan 3. Nikola me familjarisht. Nikola ishte në vendin e parë, po. Ishte nuk i më kujtohet se emra atje, por me Nikola që e fitoi. Kush do të shoh Nikola në vendin e parë, se Nikola më. Po ti që shumë dje Nikola do të fitojë. Mos më kanë tifozë Vazhnisë, edhe mos më njoh Nikola, është tipik. Është jo vetëm tifoz, por edhe kontribuon gjithmonë për Vazhnin, kështu që është një ishim i fjalë për në terren e kena gjithmonë gati pas filloi përfitimit, pas filloi gjërat. Në fakt është gjë pozitive kuas për sa me cilësu edhe me theksu që ju pa diskutoni, që e ftove djalin tu për me diskutu edhe me përmendur edhe emra, se shpesh herë sidomos në Shkodër që jena shumë skeptik ku po shkojmë ta lekë, ku po japim ta lekë, pra ishte ide e mirë kjo që doli përmendni edhe emra që njerëzit ta dinë se kush janë administratorët edhe ku shkojnë ta lekë dhe besoj që tonta emra që përmendni janë emra të besueshëm dhe shpresoj që të mbledhet një shumë sa do madhe që të jetë një motiv më shumë për djemt e Vazhnisë. Keni kontaktuar me presidencin, me Alban Xhaferin për se si do të dorëzohet apo do t'i bëhet i ditur skuadrës? Siç ne diskutuam, ka një ditë e pak që ka nisë. Kjo dita e dytë. Dita e dytë që ka nisë. Ne dje për thollëm të lajm. Shpresoj që të marrin
marrin atë formën e duhur, marrin atë mbështetjen e duhur. Mirë që takim zyrtar me presidentin e Banxhaferit për cilë skuadrës. Nëpërmjet vllaznisë do të bëhet, nëpërmjet presidencës, sepse momentin e duhur për të bërë dhe dorëzimin. Fillimisht shpresoj për një vllazni kampion. Ajo është gjëja kryesore, sepse po s'dole vllaznia kampion, na ka prish punën në çdo situatë. Urime përgëzime për gjithçka, sepse jo vetëm tashmë nisma fundit, por i thatë edhe më herët edhe për sportet tjera, për futsallin, për lënat me dorë, për voleybollin. Gjithmonë gati. Grupimi juaj ka qenë shumë aktiv. Kalojmë direkt tek një koment për futsallin. Haris vllaznia futsall, kampionin fuqi e Shqipërisë, me mikun tuaj Alcid Tafili, trajner dhe kapiten në fushën e lojës, me drejtor sportiv Arben Xhaferin, presidentin Fisnik Borbollushi dhe gjithë ekipin, po bën mjaft mirë dhe këtë sezon dhe kanë vendosur të mos e lëshojnë trofen. Pas 2 fitorëve radhëzi, në javën e tretë barazuan në klasikën e futbollit shqiptar, vllaznia Tirana në kryeqytet tashmë luajnë të shtunën në darkë në Vlorë, një ndeshje shumë interesante. Them drejtën, ta janë miqtë e mi dhe ne thjesht çdo ditë jemi në kontakt me një tjetrin, me diskutimet tona të përditshme në lidhje me ekipin e futsalls. Ajo që unë do të kisha sugjeruar, si sugjeroj çdo ditë, është që të motivohen më shumë si mjet, sepse kuptohet ndryshe është kur je kampion në fuqi, aq më shumë Shkodra, që ekipet tjera kanë shumë problem kurrizimin e ekipit Shkodrës me kurorën e kampionës, edhe besoj që këtë vit do të jetë luftë më ashpër për me dash me rujt titullin kampion se sa siç ishte vjet për me dal kampion. Kuptohet kundërshtarët kanë bërë lëvizjet e tyre, janë munduar me shpenzu në mënyrë që për të mujt ekipin që është për të mujt, që është ekipi vllaznisë. Ekipi vllaznisë ka thjesht të njëjtin kontingjent, vetëm se janë afruar 2-3 djemtëri nga grupmoshat e vllaznisë. Boshti kryesor është Pesimir Gogen, janë po ato që ishin vjet që nxorën ekipin kampion. Janë shumë për të përmendur, se Samir Hyseni janë baza e ekipit, po ata janë edhe si mjet, edhe më të fortë edhe më me eksperiencë se sa vitin tjetër. Unë shpresoj që ekipi të bëjnë mirë siç bëjnë. Gosper emra janë shumë, janë lojtarë që janë adapt dhe janë ata që i duhen ekipit vllaznisë. Unë gjithmonë është shtyllë e fortë. Gjithmonë atë që ju sugjerosha edhe njerëzve të tjerë që u merrshin me futsallin në Shkodër, i thosha që gjithmonë që këta lojtarë, këta emra duhet me kanë Shkodër, jo të kontribuojnë për ekipet rivale tona, qoftë flamurtare apo ndaj këtej. Edhe tashmë u realizu qysh vjet kjo gjë, i kena të tanë në Shkodër, i kena shkodran puro të tanë. Janë lojtarë shumë cilësor që kanë një jetë që lozin në futsall. Besoj dhe shpresoj shumë të marrë parasysh edhe indicet e ndeshjes fundit me Tiranën, se Tirana kuptohet është kampione disa vjeçare rresht e këtij sportit. 5-4 deri në 20 sekondat e fundit të ndeshjes aty. Pra se më thanë një situatë këtë ndryshe që mund të ndryshohet e mund të marrshim edhe pikë të plota në Tiranë, po shpresoj që vazhdojnë kështu edhe me flamurtarë. Jemi drejt mbylljes, kemi edhe 2 kronika, do t'i transmetojmë rradhës e 2 kronikat e tjera, por informacioni i fundit është për sportin e basketbollit dhe të voleybollit, fillimisht e voleybollit ditën e djeshme, ekipi i vllaznisë, i cili pas humjes pa u futur në fazën e play-offit, rrezikoi për të rënë nga kategoria, do të luajë 2 ndeshje në play-out me ekipin e Studentit. Ndeshjen e parë e fitoi dje në Shkodër me rezultatin 3-0 dhe ka hedhur hapin e parë për të fituar dhe të drejtën e qëndrimit në Super League dhe do të luajë ndeshjen e dytë në kryeqytet me Studentin, ndërkohë që mbrëmjen e sotme në Pallatin e Sportit Kazim Dervishi, ekipi i vllaznisë në basketboll për meshkuj, i drejtuar nga tekniku Enil Lazani dhe kolegët e tij Antonio Shabani dhe Roni Xheçaj, shpartalloi, duhet të thënë me plot kuptimin e fjalës, mbi rreth 50 pikë diferencë ekipin e Teutos së Durrësit, një rival që në fakt ka fituar edhe në Shkodër. Por edhe javën e kaluar pati rivalitet në Durrës, por fitoi vllaznia edhe në Durrës, por sidomos sonte dhe ka një ndeshje tjetër për të luajtur javën e ardhshme në Durrës, nëse e kalon me sukses, atëherë kualifikohet në gjysmën finale. Këto ishin informacionet me të fundit nga studioja jonë. Ne do t'ju lëjmë në shoqërinë 2 kronikave, fillimisht për sportin e ciklizmit, kupën Agim Tafili, në ndërim të kësaj figure me të vërtet
më të madhe se ciklizmit shqiptar, si dhe atletik, ku ekipi i Vllaznisë tashmë absolut në atletikën shqiptare është shpallur kampion me moshat U16. Unë falenderoj panelin e studios, duke nisur nga Alket Kruja, që ishte kënaqësi që ishte prezent në këtë studio, një ish futbollist i Vllaznisë. Në vite dhe tashmë zëvendës trajner për krah kolegut e tij Elvius Plori, që e rikthyen Beslidhin në kategorinë e parë. Faleminderit Alket, faleminderit Aris Lika, shpresojmë shumë shpejt ju shikojmë në një pankinë duke drejtuar. Faleminderit Marian Marku dhe urime përgëzime për nismën, edhe një herë refleksojmë për ato që nuk na kanë ndjekur më herët. Nisma e grupimit Vllaznia Diaspor, ku bën pjesë Marian Marku, Kristan Baçli, Seno Fishta, Art Kaca dhe Skerdi Bejzade, ka marrë nismën për premion dhe i Vllaznisë kampione, shifra po rritet ka ditë në ditë dhe do t'i shërbej ekipit të futbollit. Së bashku me kolegët e mi të pultit e transmitimit Nino Jakova dhe Florian Gradani, por edhe montazherët që kanë përgatitur kronikat, Ledi Dani dhe Orim Hysa, nga unë Gaspar Marko për shëndetja fundit, ndiqni kronikat dhe së bashku takohemi përsëri të mërkurën e ardhshme me të tjera kronika dhe sidomos me kronikën e ndeshjes Vora Vllaznia, ku shpresojmë që të jetë përsëri 3 pikë si radhës për Vllaznin. Deri atëherë, mirupafshim. Trofeu Agim Tafili në ciklizëm zhvilloi etapën e saj të dytë, duke përmbyllur edhe këtë edicion të radhës të një prej aktiviteteve më të rëndësishme të këtij sporti në vend. Për kategorinë kadet, itinerari ishte Shkodër-Fisht, Vaudejës, Shkodër me gjatësi 64 km, ndërsa për kategorinë elit U23 Junior, ciklistët përshkuan një distancë për 152 km në aksin Shkodër-Torovic, Ballrem, Bërdic, Kallmet, Shkodër. Fituesi i etapës së dytë u shpall ciklisti i Tiranës Olsion Veliaj, i cili të dominoj garën dhe të kaloi pari vijën e finishit. Në prononcimin e tij pas garës, ai vlerësoi nivelin e lartë të konkurrencës dhe organizimin e aktivitetit. Kjo është etapa ime dhe do bëj më të mirën që dilja i parit dhe ashtu ndodhi. Për falenderoj dhe ekipin tim Tiranës dhe mikun tim Henry Hysta, i cili bëri një tërheqje të bukur në finish dhe bëri të mundur fitoren time. Ndërkohë ciklisti nga Kosova, Blerton Nuha, fituesi i etapës së parë, u ndal në performancën e tij në këtë garë, duke theksuar se një incident gjatë etapës së dytë ndikoi në renditjen e tij përfundimtare. Emocionet ishin shumë të forta, po në kilometrën e 20 u shkputa nga grupi dhe bëra distancë diku 2 minuta, po federata nuk e di me polici ma ndryshuan rrugën dhe humba ca minuta, isha mbrapa derisa e kapa grupin prap. Për rëndësinë e këtij eventi u shpreh edhe Alsit Tafili, djali i ciklistit të ndjer Agim Tafili, i cili theksoi se kjo kupë është një mënyrë për të mbajtur gjallë kujtimin dhe kontributin e babait të tij në ciklizmin shqiptar. Realisht gjithmonë kur organizohet kjo garë, është si të bëhet për vite për herën e parë për ne dhe për familjen time, duke u kujtu vazhdimisht këto figura dhe sportit shkodran dhe shqiptar. Realisht i falenderoj nga zemra, sepse nuk është e lehtë mbase 13 viteve të kujtohen vazhdimisht. Ceremonia përmbyllëse e shoqëruar me ndarjen e kupave dhe certifikatave për fituesit shënoi fundin e një tjetër edicioni të suksesshëm të trofeut Agim Tafili. Në stadiumin Loro Boriçi në Shkodër ka startuar kampionati kombëtar i atletikës për moshat U16, një aktivitet që ka mbledhur rreth 100 atlet nga 10 ekipe të ndryshme të vendit. Presidenti i Federatës Shqiptare të Atletikës, Izmir Smajlaj, në prononcimin e tij thekson rëndësinë që ka ky kampionat në rritjen e nivelit të sportit dhe në përgatitjen e brezit të ri të atletëve. Kjo është mosha, kjo është e ardhme e atletikës. Pa këto gara sot, këto po nuk u marrin me një tjetrin, asnjë nesër s'kemi si më madh në për rajon apo më gjerë. Ndërkohë kryetrajneri i Vllaznisë Albert Marashi u ndal tek objektivat e ekipit shkodran, duke theksuar se synimi kryesor mbetet paraqitja dinjitoze dhe nxjerrja në pa e talenteve të reja që premtojnë për të ardhmen. Është kënaqësi e veçantë për qytetin e Shkodrës që zhvilloi një aktivitet kombëtar të moshave U16. Dihet që synimet për ekipin e atletikës Vllaznia janë që për të shpallur kampion dhe besoj që do t'ja arrijmë këtë qëllim dhe të përsërisim sukseset e mëparshme, këtu si 17 vite radhës si kampion. Gara zhvillohen në disa disiplina duke përfshirë vrapimet, hedhjet dhe kërcimet, ndërsa ky kampionat konsiderohet një platformë e rëndësishme për evidentimin dhe zhvillimin e talenteve të reja në atletikën shqiptare.